Horoskopi ditor e enjte 16 tetor 2025. Dashi, kjo enjte nuk do të jetë në ritmin e duhur, do të keni shumë gjëra për të bërë dhe do të ndjeni nevojën për të relaksuar. Është mirë që të reflektoni lidhur me situatat. Parashikohen shumë polemika në sferën familjare dhe profesionale. Ka shumë rëndësi që të planifikoni nisma të reja, por në të njëjtën kohë do të përballeni edhe me mundime. Demi, dita do ju gjejë protagonist, ku do të jeni të privilegjuarit të yjeve, jeni përkushtuar shumë dhe në fund do të arrini synimin që i keni vendosur vetes. Jeni të mbushur me forcë dhe do të arrini të mposhtni kundërshtitë e fatit. Bëni mirë që të analizoni çdo drejtim të jetës, përfshi edhe dashurinë. Dinjakët, do të ndodhë që të jeni të trishtuar dhe të përhumbur pas problemeve. Këshilloj që të mos e teproni, pasi situata do të përmirësohet në ditët në vijim. Kush kthehet në shtëpi nervoz, rrezikon që të diskutojë ashpër. Bëni kujdes me tradhtit. Gaporja, në sferën profesionale do të përballeni me një sër betejësh. Kush ka një aktivitet të vetin, mund të përballet me një transformim, duke ndryshuar strategji. Kjo është periudha më e mirë, ku do të jeni të mbushur me energji dhe dëshirë për të zgjidhur problemet. Do të përjetoni emocionet të jetë pozitive. Luani, nëse keni në plan që të rikuperoni një raport sentimental, mund të bëni në pjesën e dytë të ditës. Kjo pasi fillimisht duhet të merreni me çështjet profesionale. Për të marrë rezultatin e shpresuar, duhet të punoni më shumë se të tjerët. Do ju ndodhë që të shkoni kundër të gjithëve, por mos u dorëzoni. Virgjëresha, do të përballeni me disa shqetësime lidhur me familjen dhe shtëpinë. Edhe një raport sentimental duhet jetuar në mënyrë të kontrolluar. Në këtë mënyrë, me gjaz do të keni të bëni me një person që thotë se është i qetë, por që në fakt nuk është kështu. Fatmirësisht, arrini që të kuptoni se si janë gjërat realisht, dhe kjo gjë ju ndihmon për të zgjidhur problemet. Peshorja, këshilloj që të shmangni debatet dhe polemikat gjatë kësaj dite. Zakonisht, shmangni futje në mes për të shmangur problemet dhe jeni shumë të zotët në diplomaci, por duhet thënë se ka një limit durimi dhe gjatë kësaj të enjteje, zorse do ruani qetësinë. Akrepi, nëse keni përjetuar një ndarje, tani është momenti që të lini pas të kaluarën dhe të harroni. Në mënyrë që të përkushtoni ndjenjave të reja, ka nevojë që të zhdukni çdo pengesë dhe ndikim negativ. Intuita juaj do të bëjë që të rikthehet sërish dëshira për të dashuruar. Lidhjet në çift do të jenë më të forta. Po ashtu, mjaft interesante parashikohen raportet me të lindurit të shenjës të peshqve, peshores dhe akrepit. Figjetari, kjo ditë do të nisë me rikuperim të ndjeshëm, i cili do të vijojë edhe gjatë fundjavës. Megjithatë, çështjet e dashurisë vijojnë që të krijojnë shqetësime. Nëse ka diçka që nuk shkon, bëni mirë të flisni. Ndërsa gjithë ata që kanë nisur një projekt kohëve të fundit mund të përballen me zhgënjime. Britsjapi, kjo është një periudhë e karakterizuar nga mërzia, ku po punoni më shumë se zakonisht. Do të përballeni me shqetësime dhe polemika, sa i takon raporteve sentimentale. Duhet të veproni me shumë kujdes sa i takon raporteve me të lindurit e shenjës së Dashit dhe Gaforës. Ujori, gjatë kësaj të enjteje duhet të mundoni që të zgjidhni një problem në mënyrë që të jeni më mirë. Në raport me të tjerët keni përjetuar një krisje. Në ditët në vijim parashikohen konflikte, pasi mendoni se të gjithë ju janë vënë kundër. Kjo gjë do të ndikojë edhe në punë, ku rrezikoni që të mos përfundoni një projekt të nisur. Peshqit, do të ndjeni nevojën për të folur për dashurinë dhe për të analizuar situatën sentimentale. Do të jetë më shumë rëndësi që të përjetoni një miqësi apo një takim të kënaqshëm, ku mund të lindë diçka më shumë. Po ashtu dhe kësaj dite mund të shënoni një përmirësim shëndetësor, duke shpëtuar për një problemi që keni pasur së fundmi.